mi leju, ose e përballon organizmi një fëmis, agjërimin, çfarë moshe është? Po, se përket adhurimeve, ibadeteve, ato e kanë një fazë saktuar kur duhet të fillohen. Po. Dhe ajo faza kur obligohet besimtari musliman, unë çdo herë po flas për besimtarët musliman. Se unë po i shoh ka pak komentet, po i shoh reagimet e njerëzve pas deklaratave të hoxhallarëve, leni bre ku po na çoni kështu, na për besimtarët po flasim. Po. Drejtoni aty në kërkoj falje jo besimtarëve. Po mos te kanë s'ka nevojë me kohës me komentu. Po jo, s'ke nevojë me shikuve. Se tash po bën mirë televizion, ke pa aty me qindra kanale. E shef hoxhën, veç ndroje kanalin, s'ka fare problemi. Ose ngoje se mund me ndru mendim. Jo, me pyet mua çdo hoxh që del, mos e ndro kanalin, se ki me përfituar. Shumë e vërtetë. Minimumi ki mund diku pozitivisht, nëse do gjë me vëmendje. E sa i përket adhurimeve